Fluksi i shtuar në vendkalimet kufitare kyçe të vendit gjatë periudhës së pushimeve ka bërë që autoritetet të zgjerojnë bashkëpunimet me fqinjet për modelin One Stop Shop. Këtë të premte pritet që në vendkalimin kufitar Tabanoz Preshev të fillojë me punë sistemi integruar ndërkufitar i Maqedonisë së Veriut me Serbinë. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski tha se nga 4 korriku, në këtë vendkalim kufitar do të kontrollohen vetëm hyrjet e njerëzve dhe të mallrave në shtet. Со Србија официјално ќе го ставиме во функција при крајот на оваа недела. Мислам дека начално петок е договорено да имаме официјално отварање и започнување на примената на овој начин на контрола на патници на границите. Да, во фаза на преговори интензивни и со Република Албанија сме. Говориме таму повторно за 2 гранични премини, каде што навистина цениме дека и како ќе се олесни транзитот на граѓаните низ граничните премини со вистински имплементација на One Stop Shop начин на контрола на патници. Deri më tani vendi ynë këtë sistem të integruar kufitare ka bërë me Republikën e Kosovës në 2 vendkalimet kufitare të Bllacës dhe Jazhincës, por ende nuk e ka aktivizuar edhe në Bellanoc. Toshkovski tha se këtë model do të zbatojnë në të ardhmen edhe me Shqipërinë, ndërsa me 2 shtete tjera fqinje të cilat janë antare të BE-s, Bullgaria dhe Greqia, përkatësisht që janë në zonën Schengen, tregoi se do të bëhet një riorganizim kufitar i shtimit të kursive nga pjesa jonë. Во однос на Република Грција, во текот на вчерашниот ден бев на граничниот премин Богородица, при што од моја страна, од страна на мојот тим, констатиравме дека и како има услови за подобрување на граничниот надзор кој што го вршиме ние на граничниот премин. Односно, можеме да ставиме во функција најмалку уште 2 ленти за излез со реорганизација и можеме да ставиме во функција најмалку уште 1 лента за влез во делот на товарниот сообраќај. Këto u thanë në takimin 2 palësh të ministrit Toshkovski me homologun e tij të Lituanisë Vladislav Kostadinović, që po qëndron për vizitë zyrtare në Shkup, e ku të 2 ministrat nënshkruan marrëveshjen për riadhësim dhe për bashkëpunim dështetëror të policëve.